Ministrja e Brendshme Albana Koçiu mburrej në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes për Siguri në vend. Koçiu foli me statistika ku tha se Shqipëria ka dalë nga të gjitha listat e zeza. Kemi rritur ndjeshëm sigurinë duke arritur 95% zbulueshmëri për veprat penale. Është ulur numri i krimeve të rënda. Në 9 mujorin e parë të këtij viti janë regjistruar 29 vrasje me dashje, nga 41 që ishin në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Janë reduktuar gjithashtu edhe aksidentet e rënda me 17%, krahasuar me një vit më parë, u shpreh ministrja. Fatkeqësisht kjo hedhje hi syve të asaj që shqiptarët shohin qartazi çdo ditë, zgjati pak. Disa orë pas ilustrimit me shifra që ministrja i bëri deklaratës së saj, një atentat i frikshëm dhe mafios tronditi Rinasin dhe si pasojë të gjithë vendin. Një person dëroi jetë nga breshëria e plumbave dhe një tjetër përfundoi rënë tek trauma. Dhe skenari përsëritet, breshëri plumbash, të vrarë dhe të gjymtuar dhe një makinë diku tej, e djegur me automatikët brenda. Më tronditësia është se nga kjo vrasje brutale u rrezikuan edhe shumë të tjerë, pasi është një zonë me shumë njerëz. Për të mos thënë pastaj se ky krim ndodhi shumë pranë aeroportit më të madh të vendit, një zonë e monitoruar gjithmonë me polici dhe kamera. Ky fakt nuk përbënte asnjë problem për vrasësit, madje njëri prej tyre pasi qëlloi nga makina, zbriti dhe i futi ca plumba të tjerë për të siguruar që shënjestra të mos mbijetonte. E pra, zonja ministre, krimi në vend është në ato nivele sa vetëm në vende si Kolumbia dhe Ekuadori kemi dëgjuar se ndodh kështu. Kur i referohesh gjithë krenari londi planet për statistika, shiko çfarë ndodh çdo ditë në kronikën e zezë të mediave shqiptare. Pastaj mos i kujtoj ministre se në vendin tonë të sigurt, vetëm disa ditë më parë, u vran 3 persona brenda një dite. Një baba i cili u masakrua me thik në sy të fëmijëve të tij nga një 63 vjeçar në Berat, një kuzhinier i cili u qellua me thik nga kamarieri pasi e bullizonte, apo një 25 vjeçar i cili vret të atin pas sherrit në tavolinën e bukës. Dhe kthehemi tek ajo që nisëm, pas kësaj që ndodhi dje, zonja ministre, a është e vërtetë e sigurt Shqipëria?